dhe në raport me vendin është ende në shkallë shumë të ulët, sepse vazhdohet të punohet me vesh, kur i thonë fjalës, pa partitur. Dhe edhe pse ka një ndryshim, prap standardet e zbatimit të projekteve janë ende larg asaj që duhet jenë, edhe dëmet që shkaktohen si dëme kolaterale vazhdojnë të jenë të prezente. Kështu që ne kemi kaluar një blok të ri masash ligjore lidhur me ndërtimin. Shpresoj që të ndihmoj për të rritur cilësinë. Njerëzit paguajnë jo pak për të marrë një shtëpi, dhe jo vetëm paguajnë jo pak, po është ëndra e tyre. Janë parat e një jete, ose janë kredi që duan një jetë që të shlyen, edhe nuk ka dëm më të madh se sa të paguajnë për një produkt të cilësisë parë dhe të marrë një produkt të cilësisë tretë. Ndërkohë që për sa i përket pagesës së taksës infrastrukturës, është diçka që po diskutohet, nuk kemi marrë ende një vendim, është diçka që po diskutohet, por në të gjitha rastet duhet të jetë e lidhur përsëri dhe kjo me performancën e kompanive. Në të kundërt, ne nuk mund të marrim dot përsipër aventura që të lejojmë këstet dhe pastaj të gjendemi përballë kompanish që e kanë hapur gropën dhe ngrenë duart lart dhe thonë nuk paguajmë dot se kështu është një muhabet. Ne nuk marrim dot përsipër këtë risk. Gjithsesi është diçka që po diskutojmë, por për momentin nuk kemi një ndryshim imediat, domethënë të gjës. Po unë them mos shkojmë te garancia, sepse pastaj po vu garancia do kërkohet, do thuhet që po ku ti gjejmë në lek të garancisë. Kështu që është diçka komplekse. Ajo që ndërtuesit duhet kuptojnë është që ky vend ju ka dhënë shumë më tepër se sa çfarë ata po japin mbrapsh në aspektin e cilësisë. Edhe këto ndërtime që bëhen do të jenë aty për dhjetra vite. S'po them qindra se nuk di ç'do ndodhi mbas 200 vjetësh, po do të jenë aty për një kohë shumë gjatë. Dhe nuk mund do të tolerohet që ndërkohë që ne miratojmë projekte që janë të cilësisë parë kur i shef, atje në terren shpesh nuk ngjajnë fare. Nuk mund tolerohet që siç ndodhi paracakohesh me një zonjë që kishte bler apartamentin me balkon dhe kur vajti i kishte ik balkoni. Edhe ja kishin hapur me derë në rrugë, në katë parë. Ishte vënë derën ai, se nuk i kishte dalë mirë llogaria. Tani këto gjëra janë kriminale. Janë kriminale. Ashtu si kundër, është kriminale që njerëzit paguajnë për të marrë një shtëpi dhe pastaj mos marrin dot hipotekën sepse ndërtuesi luan me lejen edhe e nxjerr. Megjithatë, besoj që tani gjërat do të ndryshojnë edhe për shkak se ne tani kemi vendosur me ligj listën e zezë. Kështu që kush hyn në listë zezë nuk do mund dot të marrë më leje për nuk e di sa vite. Dhe në listë dhe kriteret do të jenë shumë rigoroze për të garantuar që njerëzit që paguajnë marrin atë për cilën paguajnë, jo diçka tjetër.
Kjo është gjë që ne duam garantojmë dhe që projekti mbetet aty si një shenjë e bukur për atë vend kundërtohet. Jo si një gung që tregohet me gishtë gjithë jetën mëse. Urdhëro? Ajo lista e bardhë është çështje se si e shohim, se ajo mund të nxihet me një herë, kështu që kam 20 vjet e kursur që merrem me racën tuaj, kështu që e di mirë se çfarë lloj mënyre keni që funksiononi, kështu që ajo lista e bardhë është e bardhë për sa kohë është e zezë. Kështu që dëgjoj, të lutem. Tani të lutem. Unë besoj që asnjë shqiptar që blen dhe investon, e thash, kursimet e jetës ose merr një kredi që do duhet gjithë jeta për ta shlyer, nuk ju ka juve borxh të lëvizni 1 milimetër nga gjëja që juve pretendoni që po i shisni. Ja u tregoni projektet kur ata fillojnë paguajnë, edhe kur i shef që janë dhe projektet që ne miratojmë, kur i shef thua sa bukur. Nuk meriton askush që të surprizohet, dhe nuk është 1-2, se të ishte 1-2, do isha dakord me ty, që janë 1-2 edhe tani mos ta nxim, nuk po nxim gjëne. Juve duhet të ngrini nivelin i dashur. Duhet ngrini nivelin edhe mos se kërkoni tek pasqyra fajin. Fajin kërkoni te fytyra. Është shumë e thjeshtë kjo. Nuk ka absolutisht askush asnjë borxh që ndërtuesit të mos i qëndrojnë korrekt ligjit, të mos i qëndrojnë korrekt atyre që i paguajnë, të mos i qëndrojnë korrekt shoqërisë edhe të ardhmes. Nuk është një kafe që po jep një kafe dhe nuk ka cilësinë e mirë. Është një gjë që ti e vendos atje në mes të Mexhelisit dhe mbetet aty për 100 vjet. Si mund të jetë kjo?